Kisha vendosur t'i falja, por tani i biri vdiq pas sulmit me thik nga bashkëmoshatari flet, babai 15 vjeçarit Erion Boba. Adem Boba, babai 15 vjeçarit Erion Boba, i cili ndroi jetë pas plagosjes me thik në zemër, ka folur lidhur me ngjarjen. Në një intervistë për mediat, babai i viktimës tha se djali i tij nuk ka pasur asnjë konflikt dhe nuk ka pasur asnjë lidhje me ngjarjen. Ai thotë se i biri vetëm ka shoqëruar shokët e tij pasi kanë thënë për t'i dërguar me makinë që të sqaroheshin me disa persona të tjerë. Adem Boba deklaron gjithashtu se një grua e moshuar ka qenë dëshmitare okulare dhe ajo mund të di më shumë informacione. Do të tregoj aq sa di. Djali ka qenë duke shkuar për në punë. I kanë dalë disa shokë dhe i kanë thënë se kemi një muhabet për të sqaruar me disa të tjerë. As nuk i ka njohur ata çunat dhe aty ka nisur konflikti, ku djali im ka mbetur më i dëmtuar. Nuk ka pasur lidhje me ngjarjen, por i ka çuar atje. I ka dërguar që të sqarohen dhe do ikte në punë të vet. Më ka ardhur e papritur. Nuk ka patur asnjë konflikt. E ka marrë vesh nga një shok i djalit pasi ka ndodhur ngjarja. Djali im ka ndërhyrë për t'i ndarë, por ka marrë thika. Një grua, me sa kam dëgjuar, ishte dëshmitare okulare dhe mund të di më shumë. Aty mund të kenë qenë 6 çuna përfshirë nga të dyja palët, ndërsa prindrit kanë thënë që ka ndodhur në gjak nxehtësi e sipër. E kisha bërë edhe një si marrëveshje që nëse çuni shpëtonte do t'i falja, por tani gjërat ndryshojnë sepse edhe vet nuk jam i sigurt se çfarë do të ndodhi, por doja lej kohës, por pres të funksionoj ligji. Dua çfarë parashikon Kushtetuta e Shqipërisë. Ne shkuam për një jetë më të mirë. Ria me qera, ndërsa vitet që kam qenë në Bulqiz punoja në minier, ka thënë ai.